Nderuar vëllezër e motra komanëvar, të dashur bashkëluftar e bashkëluftare, të dashur bashkëveprimtar, bashkëdrejtues të gjitha kohrave, sepse këtu në këtë sallë nuk kam shumë miq, por kam edhe shumë bashkëveprimtar të 2 e 3 decenjeve të fundit. Do doja një përshëndetje të veçantë, një përshëndetje nga zemra për të gjithë këta që janë bashkë me mua, që janë vajza dhe djemë, të bashkë luftarëve tuaj e të mi. Vajza dhe djemë të krenarisë kombëtare. Për ata se mund të ketë dikush, këta janë fëmijë të dëshmorëve, unë nuk e kam ditur që këta në këtë mënyrë do më shoqërojnë dhe do më presin, dhe që më bën mu krenar. Më bën krenar se gjaku i prindëve të tyre nuk do thahet e nuk do lahet, sepse qëndron këtë flamur. Qëndron i freskët dhe rruhet mund nga Skënderbeu në qendër të Shkupit, aty në Shkupin e vjetër, siç rruhet nga Hasan Prishtina i sa buletini. Jam krenar sepse ata ushtarë, prind të këtyre djemve e vajzave që janë këtu, kanë ndruar për një arsim shqip, për mbas e kohën s'mund ta kthejmë pas dhe ata ta shohin se si e kemi dëbuar ne këtu kasapin e luftrave dhe kemi hap universitet në Kumanor. Por koha nuk kthehet pas, dhe kohën po e ndjekin këta, dhe bashkë me popullin gëzojnë këta, dhe unë u siguroj ju që kurrën e kurrës nuk do shgënjeheni dhe nuk do rproheni me bashkëluftarët e prindve të juaj, se me fanatizmin më të madh, edhe derisa të na rrah një diell, ne do jemi gardian, do jemi mbrojtës të kauzës shqiptare, pavarësisht se çka deklarojnë lart e poshtë, se do të mposhtin, do të fitojnë Bashkimin Demokratik të Integrim, pavarësisht. Faleminderit. Nderuar pranishëm, Nikola Gruevski kërkon 63.
Zoran Zaevi kërkon votat e shqiptarë. As njëri as tjetri këtë ndër mos e shoh. Unë më siguroj dhe vendi është ku jepet fjala e burrit mu në Kumanov, se Bashkimi Demokratik për Integrim, shokë e pritve të këtyre, janë qelësi i qeverisë sashme dhe s'ka pa Bashkimin Demokratik për Integrim as konstruim, as funksionim, as të qeverisë, as të legislativit, sepse nuk Bashkim Demokratik për Integrim e ka fitoren të sigurt. E ka fitoren të sigurt sepse u ka këputur leqët e këmbëve të gjithë atyre që kanë pritur që të kenë ndonjë luhatshmëri apo rënje të përkrahjes kombit shqiptar në Maqedoni ndaj djemve dhe bijave të tij. Por kjo nuk ndodhi dhe leqët e këmbëve t'i kanë lëshuar prandaj. Ky shtet do funksionojë në normalitet duke qenë përfaqësuesit më legjitim të këtij vendi ata të cilët kanë dhënë që të ndryshohet edhe historia më e re, historia e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Nderuar vëllezër dhe motra, ky është mandat jo vetëm që ne jemi fitimtarët, por ne do jemi edhe vendimtarët për shumë procese. Unë i kam lutur të gjithë iniciativat e vogla, partitë e vogla, që ato të bëhen bashkë kundër kolosëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe vërtet s'kam qenë hipokrit, por me gjithë zemër e kam thonë, të bëhen të gjithë bashkë, le ta fitojnë Bashkimin Demokratik për Integrim ata, por të mos humbin shqiptarët. A ka zemërgjërsi më të madhe se sa zemërgjërsia e shtirimtarëve? Ne para bëjmë interesat e kombit, tani interesat e partisë politike. Para ma ata nuk u bon bashkë, dhe me keqardhje e kam dje, me dhimbje e kam dje. Prandaj tani mbetet detyrë e gjithë neve këtu, shefave të shtabeve, duke filluar që nga Agajzi, koordinator, kryetar dege, kryetar këshilla vendor, shefa të shtabeve të lokal këtu, derë më derë, kërkoni votën, kërkoni përkrahjen për misionarët, se vetëm ne jemi ata që misionet i shpijen përpara, sepse para nesh ka detyra të vështira. Për detyra të vështira duhet me patur guxim. Guximtarët janë treshtuar në Bashkimin Demokratik për Integrim. Nderuar vëllezër e motra, ky është mandat ku duhet shumë çështje të çohen përpara, barazi në ekonomi, legjislativ, po sigurisht edhe cilësi në arsim e shëndetësi. Sigurisht, arsimin e kemi, cilësin të arrisim, specialistët i kemi, ata të shtojnë, cilësin të arrisim me mësime, cilësin të arrisim me studime. A është ashtu i dashur i lirë? Mbetet që punën e nisur ta vazhdojnë, si mos jemi krenar. Mrena 3 muajve të fundit 2000 vende të reja pune janë hapë, vetëm në Maqedoninë Perëndimore, në procese si për është Sadullah Duraku për zonën e lirë të Likovës, dhe procesit duhet të fillojë në Kumanov. Është mandat ku duhet vullnet të fortë të kenë investitorët shqiptarë, investitorët vendas,
përkrahja jonë kur nuk do të mungoj. Dhe është mandat që se kalon do pa punësuar në çdo familje, çdo shqiptar këtu në këtë vend, në Republikën e Maqedonisë. Dhe këtë u a them si vllau juaj, si njeri juaj, siguroni çdo shqiptar se ky është një mandat ku ne do avancojmë. Si mund të analim ne turrin e njerëzve për të kërkuar shpëtim në vendet e Europës perëndimore? Këtu duhet bërë Evropë perëndimore, sepse vend më të mirë se hyni, po vend që kemi gjakos vetë është ky vend që e kemi ujitur historikisht me gjak e me gjerës. Prandaj, këtu duhet hapur perspektiva, këtu duhet thënë se jetohet në këtë vend, shpresat ndërtohen në këtë vend. Prandaj u siguroj dhe bëuni sy pa trembur, mos u dridhet çertiku, këtë që e them këtu, mase sigurt është që ne zbatojmë dhe materializojmë. Rofshi ju, lavdi të gjithë dëshmorëve, faleminderit shumë për kohën tuaj, faleminderit të gjithë miqtë e mi, vëllezërit e mi, bashkëpunëtorë, bashkëluftar, të vazhdojmë misionin ton historik. Faleminderit dhe gjithë mira. Cittadina,